O qot. Po shkri. Drit, zemër. Zbyt babi, zbyt se me karosën e tete me katëri karosë. Zbyt babi. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video të re. Ashtu siç pat pak pamjet, vajtëm andej nga Costco, që është një supermarket shumë i madh dhe në përgjithësi atje bëjnë furnizime për biznese, por njëkohësisht mund të blesh edhe për në shtëpi. Atje në fakt erdhëm një orë vërdall, është shumë e madhe, nuk ja del dot pa një 2 orë të mira por kaluam vetëm në ato vende ku na duheshin gjërat dhe i ram shpejt e shpejt në të cilat morëm këto gjëra që të t'ua tregoj tani. Atëherë, gjithmonë atje i gjen gjërat me paketim të madh. Për shembull, po nisim nga këto fiqe e thatë, i cili ka 1 kg 130 gram, që zakonisht në supermarket i gjen me paketime më të vogla. Tani, meqense jemi te fiqet e thatë dhe e nisa me këta, të tregoj pak te ky kavanozi sapo i kam vendosur dhe prandaj e kam hapur këtë. Kam vendosur 10 fiqe të thatë dhe i kam mbuluar kështu në vaj ulliri. Do t'i lë diku tek 1 javë ose 10 ditë që të regjen nga vaj ulliri, të zbuten. Dhe pastaj kjo është një kur shumë e mirë edhe e thjesht gjithashtu për secilin, sidomos për gjithë sistemin tretës dhe gjithashtu edhe për personat që kanë probleme me kolitin ose çdo lloj problemi tjetër me zorën e trash. Është një kur shumë e mirë edhe e thjesht siç e thash. Unë e bëra tani vetëm me 10 kokra, thjesht për të provuar këta lloj fiq, sepse sikur në fakt duhet që të jenë 40 kokra fiq edhe të mbuluara kështu me vaj ulliri për ta përdorur atë për 40 ditë me radhë. Për momentin shqyr zoti nuk kemi probleme të tilla, por pse jo, kjo është një gjë bimore edhe ushqimore gjithashtu dhe asnjëherë nuk i bën keq organizmit. Siç e shikoni këtu kemi edhe këto makaronat në këto format kështu. Në fakt doja që të merrja ato format e tjera që marrun gjithmonë, po atje nuk gjeta. Edhe morëm këto, mjafton që të ishin kështu makaronat të vogla sepse do t'i bëj tavë me mish pule sot për darkë. E ishin 3 qese të tilla të bashkuara në një ngjitës. 2 të tjerat i hapa dhe i hodha tek ajo ina që i mbaj aty tek ushqimet. E ndërkohë duke hapur ato më kujtua që t'ju tregoja edhe juve se çfarë morëm sot. Këto fistikët janë pa krip, janë të pjekur edhe pa krip. Kemi marrë edhe këto të 2 pakot me këto lloje të ëmbëlsirave me shije të ndryshme, sepse po na afrohen ditëlindja e Kataleas. Në ditën që Katalea ka ditëlindjen, i bie që të fillojë edhe shkolla për semestrin tjetër këtu, sepse këtë javë Katalea është pushim, dhe do të çojmë atje edukatorëve, stafit edhe fëmijëve që janë atje, por përveç ditës që do ta festojmë një javë më mbrapa pastaj. Këtu kemi këto hurmat e Arabis, të cilat i kemi hapur dhe janë shumë ndryshe nga ato që kemi marrë për festi gjithmonë. Vinë më shumë ngjajnë kështu si kumbulla dhe janë shumë të vogla, janë të ëmbla, por jo aq të ëmbla sa të velin ato të tjerat. Do me thënë ishin ndryshe dhe që kur i pam që dukeshin ndryshe, i morëm dhe t'i provonim. Gjithashtu këtu kemi një pako me këto çokoladat e ndryshme, të cilat kanë 71 copë dhe do t'i fusim, t'i bëjmë gati aty tek ato çantat e vogla që po përgatisim për ditëlindjen e Kataleas, për fëmijët e ftuar. Edhe këtu kemi ca si tepsi që janë një përdorimshe për të vendosur ushqime të ndryshme që do të kemi atë ditë. Nxitova unë që po ju tregoja këto, sepse po e dëgjoja që po qante Korali, nuk e di sa është dëgjuar edhe në video. Qa do Korali? Qa do ti? Qa do pish ti? Zimra ime. Jo, ta mbyllim. Ja ta tregojmë dhe këtë gjën e fundit, edhe të merrem me Koralin pastaj. Gjithashtu atje morëm edhe këtë që është për fruta. Kjo ishte goxha e madhe se e pam atje një që kishin hapur atje për shembull. Ka nevojë që të montohet dhe dua që të heq këto të dyja që kam këtu.
Zeza. Ajo e zeza? Po, Ajo që kishim? po, Të pëlqen ty? po, më Kataleja. Zeza. Kataleja se i pëlqen e zeza, nuk i pëlqen kjo. Po kjo është më e madhe, mami, më e bukur. Shiko sa gjëra ka marrë kjo, sa fruta. Shikon? Ç'është e bëri? Nuk duket aq mirë sa kjo e Zeza, Nuk të duket aq mirë sa e Po, më zeza. duket sa e bukur. Kjo nuk të duket e bukur kjo. Më duket e bukur. Të duket e bukur. Kujdes, mami. Kujdes. Li papi? Deksha, unë kur do ti të zbresësh. Se li pa. Hajde, që ti split, ma. Do kjo të zbresi se erdhe ti. Zemra ime ti, hajde ke babi ti. Hajde ke babi. Babi. Li babi. Hajde babi. Nuk e gjeve super koti. Koti, opa, drita ime ti. O zemra babi ti, o shpirt, o dritë, o ju. O, nuqja ime ti. Këti, mami. O zemra ime ti, o shpirt. Va, mami. Qa ke haluar? Po të për këto Veshe? veshët, Aha. edhe duhet, edhe këmbat. Halova, Halove ti. katlova. Po s'ka gjeja bëj tani? Do t'i shtosh tani? Po, Po kush është aty? koli. E ke bërë ti te kopshti? Po, Po për cilën ditë? Kur e bëre ti? për Valentine's Day. Për Valentine's Day. Po prita shikojnë qikë si e shkruar atje lart. Kush e ka shkruar ata? Te cepi. Mrs. Roy, E si e ka shkruar? Katalea, Mhm. edhe koli. I love Coral, ha? Ke thënë ti? E ka bërë dy kë. E ka bërë 2K. Po, a i ke thënë ti që të shkruaj ajo I love Coral? Po. Dale sa bukur e ke bërë Coralin? Plak. Sa bukur e ke bërë motrën, sa bukur. Po. Po të fytyra, ke harruar në një gjë tjetër? Dal të shkëm qik. Ke harruar në një gjë tjetër? Hundën. Gjite. Hundën ka haluar. Okej, e bëjmë edhe hundë. E si ti mami ngjyrat, okej? Të këtë mami që me zi po pret. Mirë më njësi të dashur miq. Edhe si që pa shikoni, pa nisim këtë ditë duke hapur këtë kutim këtu, që ka ardhur që dje, edhe në fakt Kataleja ka dashur që ta hapim që dje, por duke qenë se Korali ka qenë pak pa qef këto ditë dhe jemi marrë më shumë me Koralin, e gjithashtu me në një punë këtu të shtëpia, edhe ndjesha shumë e lodhur, e sikur s'kisha shumë durim që të merresha me këto gjërat të tjera. Edhe i dash fjalën Katalejes që do ta hapim bashkë këtë kuti. Nuk është se ka ndonjë gjë kush e di kjo kutia, kjo ka një pjesë të gjërave të ditëlindjes, përgatitjes së ditëlindjes së Katalejes, që do ta festojmë me shokët dhe me shoqet, edhe me fëmijët, me një pjesë të fëmijëve këtu tek Laxha që i kemi ftuar, por që do të jemi në një vend të gjithë. Edhe gjithashtu ka edhe dhuratën e ditëlindjes për Katalejen, se Kataleja nuk e di akoma, por nuk do ta hapim, okay Kataleja? Dhuratën nuk do ta hapim tani, do ta hapim ditën që do kesh ditëlindjen. Ta hapim këtë mami? Po këtë po jo dhuratën, jo atë gjën që t'ka prej mami, për ditëlindjet, këtë mami ty, Koali, po zemër. Edhe do ta hapim tani të gjithë të kutit, do ta hapi Kataleja, se mezi e ka pritur. Hajde ti mami, hajde ti mami, po zemër. Ja të marrim një thik. Marrim një thik. Kujdes me thika, na? Ha, këtu me dorën e mamit. Ha. Da kthe mami në thikë?
tani hape ti. Ta ngri mami këtë karike? Opa, vërtet e mja. Bravo! Të këto ku të ikë më shumë ka letra, se i vendosin që të mos lëvizin gjërat. Çfarë që më? Pikërisht dhurat të letra. Ja. Do ta hapim kur të kesh ditën, okay? Kjo nuk është kjo gjë nuk është kjo gjë që po shikon këtu. Është thjesht karton, është një gjë tjetër brenda. Po bushëllon e parë. Mami. Kjo është shumë e confusing. Po këto janë ca kështu si tag quhen, paper tags. Edhe këto do të vendosim ato gjëra që do të bëjmë për shokët dhe për shoqet e tua, që janë të personalizuara me emrat, me shkronja. Tani, këtu kemi marrë sete të tavolinës, por nga munduar që ti marrë në një ngjyrë kështu neutrale, ma nuk më pëlqen që ti marrë shumë të theksuara blu apo roz, nuk e kam për pjesë gjinije më shumë, se sa për pjesë estetike, blu dhe roz, vedi pse më duket pak sikur bëhet shumë rrumuj vendi kur i vendos këtë lloj ngjyrash kështu. Edhe i ka marrë kështu të thjeshta me këto pikat e ngjyrë floriri. Edhe gjithashtu këto që ka korali në dorë janë mbulesat e tavolinës, po janë me të njëjtin design. Tani se i nxori ka ta leja të gjitha dhe s'po e marrë vesh tani që nxori. Meri që të mëmi, dhe le që të gjekte prit. Kjo është për kaçorelat e Katalejas, edhe ishte për fëmijë. Do ta provoj një herë për kaçorelat, se i rinë kështu të shpërpurisura, sidomos se ditën kur lahet dhe kur e laj zakonisht në mëngjes para se të iki në kopës, që të rinë më të rregullta, se po e lava në darkë. Kur flej i shpërpurizën shumë. Këto janë lisa. Këto janë lisat, këto do bëjmë ato byzylykët. Mami, shiko. Po të mami, njëra të tëra, asus po e di se që fratemi. Kjo nuk është e hapur, që po e fut kjo në gojë. Ha, mami, prit njërë të shkëqa eshte, mama. Është numri 4, të bëmbatësia numri 4. Po shumë i madhe. Është e madhe, po nuk do hapi tani kjo, mami. Kur të kesh ditë lindje, se t'i lëmë këtë kartoni. Dhe gjithashtu, prit njëherë, kemi marrë këtë qumështin pluhur. Unë që kur kam ardhur këtu, në fakt nuk kam parë në për supermarkete, s'kam kërkuar që të gjej qumësht pluhur. Edhe më shumë se po kërkoja të gjitha këto, sepse më shkoi mendja, thash hajde po fus edhe një qumësht pluhur. Gjeta këtë, që kishte edhe përshtypjet më të mira nga njerëzit. Gjithsesi do ta provoj. Kam ndërmend që të bëj diçka me këtë qumështin pluhur. Edhe kjo që sua tregova, është kështu si punë në perde me kështu fije, për të bërë atë në këtë atmosferën kështu brapa. Do të zbresësh. Se i pi tani edhe e hoqe atë kuriozitetin e do të zbresësh. Zbrit tani, ha? Ja të mën mami. Opa! Besoj që i treguam të gjitha? Po. Po nuk do hapësh asnjë gjë njëherë, mami. Sa ti rregullojmë, ti vendosim të gjitha në përvende, se disa gjëra do hapen atë ditë kur të kesh ti që ta festojmë me shokët të mëshë. Ata mami që nuk do ta hapim këtë ditë lindje. O filloj ka ta leja tani. Dua të hape! Mi. Për këto nuk isha të erba që ta hapim dje, se e dje që do mesha me ka ta lejem pastaj. Po gjithsesi, këto pak gjëra ishin që kishin themin që kanë mbetur. Nuk besoj që të më dalin në një gjë tjetër, derisa të vi dhe dita. Kështu, vazhdojmë ditën sot. Sot kjo ndihet pak më mirë. Dhe unë mendoj që do të merrem me këto gjëra që do t'i bëjmë të personalizuara për shokët dhe për shoqet. A do bëjmë ato që tha mami, te Dora, byzylykët që do bëjmë për shokët dhe për shoqet e tua? Jo, do bëjmë çanta. Po pra, do bëjmë ato që të bëjmë dhe çantat, se t'i fusim të çantat ato. Okej? Hajde. Ta! Eu não tô mal, eu não. Ta,
koalizja te kokën? Koali, thej mami. Ta. Si më rejmeti. Ta. Ta. Po los me koalin ti. Mos thash mos los me koalin. Ta 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 ta. E treme. E treme. And now that you've made a big toy plane, there's no need to make another, is there? No, Granny Pig. You know what? I fancy a glass of orange juice. Good idea. E mirë, nuk e merr dot, ja. Si ke edhe këtu, mami. Meli te pjata. Meli, mami te pjata. Hajde. Hajde. U kujtë mama ti o drit. Ja ta merr mami, ja. Ja, po që mami ty. Këkejna. Atëherë si është unë që është, kam bërë këtu në forë 3 tepsi. Të paktën do ta ndizja që ta ndizja forën, i futa një herësh, që ti kemi edhe për trek, ndoshta edhe për dark, por që me qënë se ka të leja është në shtëpi dhe zakonisht kur është në shtëpi, i hajt gjatë gjithë kohës, kërkon të haj, dhe këtu lartë, këtu e kam bërë kotoleta pule, do me thënë gjoksi i pulës, i marinuar me erza, gjithashtu i kam kaluar në miell normal, pastaj në vezë me pak qumësht, dhe pastaj në miell misri, ku erzat ja kam hedhur tek mielli i misrit. Me qënë se ngellën këto përzierjet, që i kisha të ndara në pjata të ndryshme, kur bëra këto kataletat, edhe për të mos i hedhur, shtova edhe 4 lugë kos, edhe pak krip dhe vaj ulliri, griva një presh, pjesën më të madhe jeshile të preshit, dhe vendosa te kjo tava e vogël që ta bëj kështu si punë pispili. Këtu poshtë kam vënë këto krahat e pulës, te kjo tepsia e madhe. Aram sam sam. Mami, você me espera. Wait. Right. Ai, tá. Me. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli ram sam sam. Bello di Catalea. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli. Aram sam sam. Arafik. Guli ram sam sam. Arafik. Guli ram sam sam. Aram sam sam. Guli ram sam sam. Aram sam sam. Guli ram sam sam. Arafik. Guli ram sam sam. Arafik. Guli ram sam sam.
U lodhëm, jo është lodhëm. Whoopsie daisy. Hec mami se bie është mbrapa. Si qesh kjo. Hej, co ka të lë? So beautiful. You can make pictures with them. Gurët. One hand's on it, and then we'll pop it. Si what? Like this. Edhe çokoladat. 2. Bravo. Merë një stickers. Merë stickers. Bravo. Se rregullon mami. I don't need to crystal vitamin. Ah! We went back and you. Në fakt duhet ta pranoj. Kjo Ku jemi këtu? We're not dancing up the house. Si për gdhelet. Ku jemi, mami? Not up the house. Ku jemi, mama? Jemi?
Të shkolla e Katalejës. Për pjesën e mbrapa e shkollës. No. E hodhin kanal. E hodhin kanal, o Arsen. Sí, baby. Si të shikon? Si arus? Si arus, matla? Ka i për Kataleja tani këtu. Ka që lele mamit. Ka që lele mamit. Opa! Oh, babi, ti je lang. Je larg. Në nuk të dëgjojmë ty. Ne jemi bërë me tapet të ri. Korali po fle atje. Kataleja është veshur si kësull kuqa, sepse ka për pak ditë ka një aktivitet që është dita botërore e librit, edhe duhet të veshet si një personazh i një libri. Dhe zgjodhëm që të veshet si kësull kuqa këtë vit, sepse vitin e kaluar qëlloi që ditën e dytë pasi kjo filloi kopshtin atje tek shkolla, tek kopshti ku është tani, veshi një veshje të elefantit Elmer, që e morën borç tek një nga vajzat këtu të komshinjve, sepse si ishin përgatitur nuk e dija fare që ishte ajo aktivitet. Dhe kështu si vjet blem këtë veshje, por nga që erdhi sot me post dhe Katalejes nuk jo durua, e veshi direkt. Tani përsa i përket këtij tapetit, tapetin që kishim, që ishte pak më i vogël edhe ishte estetikisht për syrin më mirë dhe më bukur, edhe më i kombinuar me gjërat që kishim këtu. Por ndërkohë, unë nuk e hoqa në fakt, ishte bërë pak për t'u larë, po e kam akoma. Katalia, e kam lënë akoma poshtë këtij që kam vendosur tani, me idenë që kur t'i vi koha që ta laj, të ta ngre dhe ta laj, por edhe me idenë që të jetë sa më ngrohtë për vajzat që të rinë këtu ulur, meqense shumicën e kohës janë të dyja të vogla dhe rinë më tepër në dysheme. Dhe përsa i përket këtij tapetit, këtë e mora me përmasa shumë më të madha siç duket, që arrin deri atje tek dera, edhe madje është futur shumë pak këtu poshtë divanit. Është një material shumë i butë, nuk është shumë i trash apo i rëndë si tapet. Në fakt etiketa e ka që lahet në lavatriçe, por nuk ma mendja se ka që i maf të marri lavatriçja, pavarësisht se kur erdhi që erdhi i palosur dhe jo kështu në formë rrotullame që bëhen tapetet, edhe aq sa e pash të palosur, mendoj se mund ta marri, por përsëris jam shumë e sigurt. Gjithsesi kur të jetë koha e ngrohtë, mund ta laj në baçe ose me makinerinë që kam që laj tapetat. Për ju që më ndiqni për herë të vitit, e keni parë që zakonisht unë kam hapur edhe një batanie këtu, sepse duke qenë se sidomos Korali nuk e llogarit kur ha gjëra kështu në dorë, dhe më tepër i pëlqen që t'i ha ushqimet në dorë, i hedh në tokë, shkelen, sidomos frutat, po dhe diçka e gatuar, shkelen edhe ngelen njoll
Tani ne fëmijët e kemi, por gjithsesi duhen mbajtur më shumë për të ndjerë edhe rehat edhe mirë vetë. Casino, because it's made to blow minds. It's made to take a chance. It's just made to play. New players deposit and spend £10 to get 100 free spins on selected games. That works. Don't just serve money, take control of it. And thanks TV. No matter how much you start with. Okay. Oh. Boom, boom, boom. Just like up there. Carly's coming on a ball. Wow! Sit ka thënë mami? I wish I had holes. Let's take this Mos e off. ngrimë motrën te divani, okay? Jo. Look at these ones. Okay. Look at this. Okay, here. Stop there. Okay, the walk. Po pse ja zë rrugën tani? I'm coming. Hmm? I'm coming, Mom. I'm coming now. I can do it. Carly, this is a park. I'm doing it. Outside. Outside was. Hey, what you doing with that man? It's closed. This is closed. Okay. Because towels. Did you hear that? Si mami për kjo dritë kur di lojti. Ti ke Hey, you look at that. Oh, new bomb. Sit. Sit on the bomb. Oh, new bomb. Bomb. That's enough kneading. Let's make the dough into 4 balls. 1, 2, 3, 4. And we roll them flat with a rolling pin. It's like a pizza now. An expert doesn't need a rolling pin. Watch this. Whoa, you're going to... Tani kjo mimoza ime ka arritur këtë kulmin, do me thënë i ka hapur pjesën më të madhe, edhe, por përsëri ka akoma këtu, si shiko këtu te maja, më duke se ka lëshuar të reja, edhe, po pjesën më të madhe po, edhe ka aromë, nuk e ka aq aromën të ndezur sa që kanë ato në Shqipëri, aq të theksuar, por gjithsesi aromë ka. Po bëjmë ne? Petula, ma. Petula, po, mire, kjo në fakt petula. Edhe këtu sipër, në vendosur, nisi, po, reflektojmë ne të gjithë aty. Se ne kemi, unë kam dekli dhe me Elsën. Po, e ke nesër, po, Mami, është e diel sot, mami, dhe po bëjmë këtë ushqimin tradicional që kanë këta anglesët. Po. Që më më gojë.
Këtë mama gojën. Për këse të hapi këtë. O për këtë. Hello! Ja, let's go. Babi, Missy? Ku bë Missy, babi? O kështë në me? U Që ke me? do! Jo, me zemë është pjekur, tamam. Si ko? Missy. Daj, Missy. Dhe kështu një të camping, ma. E pa më? Me ngrën të camping, po. Po, kështu. Ne kemi blën. Babi, se kemi blën. Kështu në parë. Ba. Di. Kjo kusha unë një vogël. Të pëvuar, po, po ti ke qef shumë. Nuk kam bëvuar një kusha dhe mi zbagli. Bravo, mami. Ndoshta. Delita de mim. See you in the morning. Next morning. Vediamo Rodrigo Iveti. Ottima. Che mila je. Talia. Motla. Cimla te mia. Ja. Well done, Miss Rabbit. How did you ever come up with the idea for mud Авась, тебе też. Dziwne mięty. And instead of paint, we're using mud. Szpilki. Lots of brown mud and greenish mud. I even found some blue mud this morning. Хотим лаимeti. Будь лаимeti. Татили. Yoga imeti.